Përshëndetje të nderuar bashkëdhetar, pyetëmona prap këtu nga kopshti i bibliotekës kombëtare me mendim dhe qëllim të mirë që ky video mesazh t'i prek zemrën dhe shpirtin e çdo qytetari. Unë kum pa bërë thirrje e kryeministit të Kosovës që kjo ndërtesa këtu përpara të bëhet një qendër kulturore për gjitha nacionet. Po tani është thirrje edhe për zotin Bexhat Pacolli, për gjithë përfaqësuesët politikë shqiptare që ky vend të bëhet kryeqendra e energjisë pozitive si Vatikani për të mirën e gjithë njerëzimit. Kjo bojmë që ku do në botë, në artën e mendimit pozitiv të manifestojmë, që ta zgjojmë vullnetin pozitiv qytetarëve, që ta zgjojnë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, së dhe me kuptimit për të mirën e natyrës dhe gjithë njerëzimit. Pra, beslidhjen e shekullit 21 ta organizojmë që edhe zotin Elon Musk edhe Mira Markun ta angazhojmë që këtu të organizohet platforma energjisë pozitive për të mirën e gjithë njerëzimit. Pra këtu të bëhet një ndërtim serioz, investim serioz, 4 kate poshtë me parkingje me qendër tregtare, nalt bëhet qendra meditimit, po edhe Elektro-Kosova të bëhet ku unë kam punu, që unë kam sakrifikun 39 në vendin e kam lëshu, ajo të kthehet popullit dhe të bëhet banka botërore e energjisë pozitive dhe fondi global i energjisë pozitive. Qa do të thotë beslidhja e shekullit 21? Në artën e mendimit pozitiv, njerëzit nga gjithë bota t'i nderojmë dhe t'i bëjmë thirrje që ta gjejnë forcën e mirësisë në jetën e tyre. Mësojnë me vetveten të punojnë, veten ta motivojnë, frymëzojnë të keqen me mirësi, ta ndryshojnë, pastrojnë apo luftojnë, vjetër me të rinë ta zaventojnë, pra edhe këtë ndërtesën këtu, me urtësi e mirësi, edhe me popullin serb. Ta gjejmë forcën e pajtimit që t'i ardhojmë të gjitha të këqijat me zveti, po mas pari ne shqiptarë me zveti, që armiqësi mos të ketë, që lirohen njerëzit sa ma shpejt mundën me punu, me gjallënun njëri tjetrin jetën dhe vdekjen me alisën. Slogani jonë është dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, është një koreografi në artin e mendimit pozitiv. Synojmë artist, sportist, këngëtar ku do në botë ta praktikojmë për vendin tonë, lobojnë që vendi ynë si vend faqësor në botë pranohet bashkëdhetarët tanë me logon e energjisë pozitive, ku do në botë marshojnë, që është zemra me yllin me 7 rrema në platformën FD e keni në Facebook. Edhe stema energjisë pozitive me stemën të organizojnë festivalin pasor Zëri energjisë pozitive, gala mrame ku do në botë organizojnë që të mbledhen donacione që këtë projekt të realizojmë, që të motivojmë, frymëzojmë investitorë më të fuqishëm në botës, në vendin tonë vinë të investojnë, që deri me 21 dhjetor të organizojmë gala mrame për pamësi, po dhe forumin për klimën dhe paqen në botë në vendin tonë. Hymni slogani dashuri, paqe dhe mirësi do të thotë betimi për mirësinë. E ka kuptimin, betohen me zemër dhe shpirt që të keqen me mirësi do ta ndryshoj, pastroj apo luftoj. Vjetër me të rinë do ta zaventojmë. I lutem qytetarëve ku do në botë lutjen ta mësojnë, ta praktikojnë për të mirën e popullit tim, natyrës dhe gjithë njerëzimit kontribojnë. Edhe falenderimi i takon çdo qytetari që lutjen e pranon e nderon për të mirën e popullit tim, natyrës dhe gjithë njerëzimit kontribon. Amen. Që kjo koreografi edhe këto thirrje në gjuhën ilire që juve më ju liru nga energjia negative ta performon edhe yjet e muzikës, ne kemi shansin madhor që yjet tona janë po shëndrisin ngejt botën, si Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha e tjerë, po ne do të bëjmë thirrje që të bëhet traditë dhe kulturë çdo këngëtar, para dhe njerëzit këto për çdo ditë ta praktikojnë këtë hymnin dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Të bëhet traditë dhe kulturë 21 ditë të ushtrojnë me veten, të punojnë, të mësojnë formulat e reja, motivuese, frymëzuese, mëshiruese, shëruese për zemrën, trupin dhe shpirtin. Pastaj të bëhet traditë dhe kulturë 3 ditë me veten, të punojnë në mëngjes, në drekë në ora 12, këtë bota të vjen qetësi, të lutën, të meditojnë, që vetveten ta motivojnë dhe frymëzojnë të keqen me mirësi ta ndryshojnë, edhe në mbrëmje me veten komunikojnë, gabimet përmirësojnë, të dhon llogari nga veti çka kanë bërë. Dhe rregulla e tretë pra është që çdo pushtetar një herë në javë
ose shef, ose mësus, ose t'jep llogari dhe një që kam punu, të bën dialogun bashkohor me njerëzit që i ka nën influencë, si nxënësit, punëtor e tjera. Që vendet, lutja, meditimit, qërimit bon çdo institucion ku do në botë, çdo shkollë për njerëzit, ora 12 tjetë koha e lutjeve për vedisim, ndëgjesim, motivim, frymëzim. Pa fondin global të energjisë pozitive të organizojmë, 21% çdo këngëtar ka një koncert aman për këtë kaos të dedikon për fondin, 7% të ardhnave botërore të japën për fondin global të energjisë pozitive, që mos metet njeri pa tarnat garantume, as ka shumë këtë rejtu, as tok pa punon. Po, edhe logo energjisë pozitive është e pesta, që t'ja ku do në botë të promovohet, që njerëzit me logon energjisë pozitive, me flamurin energjisë pozitive, ku do në botë marshojnë. Pastaj, festat paqësore, me 21 mars, 21 qershor, 21 shtator, 21 dhjetor, sa herë që universin në klima në univers ndryshon, të mahen forume për klimën dhe paqen në botë në vendet të ndryshme që ne do të iniciojmë përmes fondit global të energjisë pozitive dhe lëvizjes paqësore, energjia pozitive që do të organizohet në çdo vend të botës. Pra, do të organizojmë kampingje, qendra kulturore, turistike, rehabilituese në koncept dhe në sistem me energji pozitive. Dhe shtata është që çdo njeri t'ja mundsojmë, ka 21 ditë pushimet shkon, që të ketë ushtrime edhe për nxënës, të bëhet traditë dhe kulturë, që edhe bujqet t'i ndihmojnë, po edhe njerëzit mësohen ta pastrojnë, lirohen nga mendimet negative, nga toksinat në trupin e vet, se dheu është ai që i pastron toksinat mas shumti dhe puna në bujqësi, po edhe një herë ta gjejnë kënaqësinë, ta gjejnë një program pune ku të gjithë do të përfitojnë, që paqja dhe mirësia në trupin e njeriu dhe ku do në botë sindoj, dhe vendin tonë vend ta bëjmë vend shajt, trojet Ballkanit t'i bashkojmë, po që t'i motivojmë edhe kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, po dhe gjitha përfaqësuesit e politikës shqiptare në trojet shqiptare, që kryeqytetin e energjisë pozitive o në fshatin Bajqin ta organizojmë dhe ta ndërtojmë, o në bashkinë e Kavajës atu, ku unë smura në vitin 2009 për korrupsionit madh, për njerëzit që më keq trajtuan, për njerëzit që më prenë në bezë, dhe unë e rash një depresion të madh dhe më dashtë në vetën me punu, me gjetë forcën, m'ja u fal atyne, po edhe m'ju lutë Zotit me na ndihmu që të keqen mi mësi ta ndryshojmë edhe në atë vendin ku unë e kam ndërtu shtëpinë, ku ma kam bloku, të bëhet qendra energjisë pozitive për Shqipërinë, 7 qytete të paqes të ndërtojmë edhe në Kosovë, pra në Prishtinë, po edhe në Jerusalem, edhe në Aleksandri, edhe në Sidney, edhe mes Amerikës dhe Amerikës Jugut, po edhe në Ukrainë, mes Ukrainës dhe Rusisë, që ne t'jemi ata që njerëzit ku do në botë i motivojmë ta gjejmë paqen me vetveten dhe të reflektojnë, që t'i nderojmë njerëzit ku do në botë dhe t'ju ndihmojmë. Se nëse ne njëri tjetrin e falim dhe ndihmojmë, edhe bota do të na nderon neve, po dhe Zoti do të na falë dhe do të na ndihmon. Kjo është ligji i tërheqjes. Gjitha besimet që kanë ardhur në planetin Tokë kanë ardhur në kohën e duhur, në vendin e duhur, kur bota është shmendur dhe kanë kaluar në marrëzi, dhe tani bota po kërkon që të investohet për zhvillimin personal të qytetarëve, që ta zhvillojnë inteligjencën emocionale, se po që se nuk zhvillohet inteligjenca emocionale, inteligjenca artificiale do ta shkatërron botën. Prandaj ju lutem, mos hezitoni që ky video spot t'i shkoj edhe kryeministit në detyrë, Albin Kurtit, po edhe kryeministit Shqipërisë, zotit Edi Rama, dhe gjithë përfaqësuesve të politikës shqiptare në trojet shqiptare dhe kudo në botë në diasporë, ju lutem shpëndane, se keni në dorë ju të mirën, që ju me të mirën kudo në botë mundin me punu njëri tjetrin, me ndihmu jetën dhe vdekjen m'ja lehtësu.
angazhon, kontribon dhe do përfitoni. Se Zoti kërkon nuk e dënon, as do me dënon. Ne do të bëjmë veç qendra kulturore, turistike, rehabilituese që askun mo burgje mos ketë, por qendra për vetësim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim që të keqen në mirësi ku do në botë ta ndalojmë që vendin ton vend shenjtë ta bëjmë. Ju faleminderit në mirëkuptim, ju presim në bashkëpunim. Zoti na fal dhe na ndihmoft, Zoti ju bekoft. Gjene forcën e mirësisë, shpëndani, angazhoni, kontriboni që zërje energjisë pozitive ku do në botë dhe dëgjohet. Ju faleminderit, me kuptim.